rrugës kanë bordër armatim ushqim gjatë të kohës së luftës, hapja dhe asfaltimi i rrugës për tek Maja e Zezë, ku ne e quajmë atje dhe qytetarët në atë pjesë e njohin si pjesë të tyre. Hartimi i planeve rregulluese dhe për subqendra Millëshev dhe Shkovaj. Trajtimi i problematikës së ndalimit të ndërtimit në të gjitha zonën e paraport për mije sipërfaqësore. Fillimisht i kem çto, ndërsa më në detaje në pjesën tjetër, po mi keni edhe 10 sekonda. Faleminderit shumë. Do t'ja fjalën zotit Kelmendi, kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, për 3 minutë që në ti, zotit Kelmendi, pse ju duhet jeni kryetari komunës të Obiliqit? Cila është platforma ju? Kundërkandidat, përshëndetje për juve, për qytetarët e Obiliqit pa dallim partie. Ne dim se ato ku udhëheq Partia Demokratike e Kosovës, ato ka dhe zhvillim. Pra, platforma dhe programi i Partisë Demokratike bazohet në këtë zgjedhje IBI për kryetar komune, bazohet në 5 shtylla dhe 30 prioritete. Pra, është kryetari këto që 12 vite cili nuk e ka qu për para, nuk e ka zhvillu komunën. Ky e din arsyet pse, mirë po ne si Parti Demokratike të Kosovës kena me nxjerr Obiliqin nga kjo gjendje çfarë është. Dhe spari do të nismi me infrastrukturë. Infrastruktura, unë po jam tash më shpesh në Obiliq, disa rrugë për shembull që janë shtru, tash një rrugë ish ka hyrë në Obiliq tu rregullu, nuk e di në shtan ko fushate kryetarët i konvenon, është tam në i vot me marë, po ne do ta rregullojmë rrugë dhe infrastrukturën duke përfshirë kanalizimin, rrugët, ujësjellsi, më do të bashkëpunojmë ujësjellsin, do t'i bëjmë sipas standardeve të BE-s. Do t'i bëjmë një rrugë, do t'i shtrojmë dhe nuk do t'i shtrojmë çdo 3-4 vjet ose 2-3 vjet, qysh kanë ndodhur në Obiliq, po dhe në disa vende të tjera. Pra kjo është rrugë infrastrukturës, po para se me bë këto, komunat me pas një plan zhvillimor, një plan urban, do të me pas të sakt se ka do me shku komuna dhe çka do me zhvillu në komunë, sepse me metodë tahminit, me thonë ajse do me punu këta, se do me bë këta si deri me tani, unë nuk mendoj se ashtu do të bëhet. Jo veç në komunë të Obiliq, po as në komunë. Një nga prioritetet e mia përpos kësaj infrastrukture është se qyteti i Obiliqit, fatkeqësisht, që është një vend i rrafsht, një vend i shesht, janë ndërtu disa parqe të cilat nuk përkojnë me ambientin e Obiliqit. Pra parqet janë shtruar në pllaka edhe janë shtruar në disa drita të cilat ato drita marrin shumë thithim pluhën. Pra ato parqe është dashur të bëhen të gjelbruara, jo si që kanë bërë domon 2 parqet apo dhe parqet tjera më të vogla. Qyteti i Obiliqit është i ndomë, e ka një hekurudh e që e ndonë. Ne mendojmë gjatë mandat 4 vjeçar të ndërtojnë 2 nënkalime, jo mbi kalime, po nënkalime të llojit si në Ferizaj, e cila do ta lidh fshatin Palaj, Lej Thisht dhe fshatat tjerë në rrugën që shkon për Palaj, nën hekurudh, domon do të bëhet një nënkalim, dhe një nënkalim do të bëhet përballë Kosovës B në drejtim të lagjes së Hashanëve. Pra 2 nënkalime do të ndërtohen gjatë mandatit tim. Ajo që është e rëndësishme është kogjenerimi. Kogjenerimi i cili ka filluar, po sipas informacioneve që kam, është duke u punu jashtë standardeve, është duke u punu ashtu si nuk duhet dhe nuk është para po as ngrohtëore as diçka tjetër. Faleminderit shumë zoti Kelmendi, po. Po kaloj koha, do t'i rikthehemi më pasaj koha për zotin Thaçi, edhe 3 minutë për zotin Thaçi. Po. Ju falenderoj fillimisht për ftesën dhe më lejoni që ta shfrytëzoj rastin këtu, t'i falenderoj këtë qytetarët e komunës së Obiliqit e më gjerë që më kanë mbështetur për kandidat për deputet në 2 palë zgjedhje dhe jam shumë mirënjohës se shumë falenderues ndaj qytetarëve të komunës së Obiliqit në veçanti. Ne kemi filluar qysh para 2 jave të kontaktojmë, të bisedojmë dhe të mbajmë të bime në për oda të fshatit edhe në për oda të qytetarëve që na kanë ftu e që dua ta shfrytëzoj rastin e t'i falenderoj gjithë secilin që na ka hap derën dhe kemi biseduar sy me sy për problemet që ata i kanë. Sigurisht që në kuadër të këtyre takimeve ne edhe kemi bërë një